A mund t'i dalë Rama tashin në krah Belindës dhe të përballet me Spakun? Pyetja që do të bëhet, pse bëre me Leon Velin? Pra, koncepti çfarë bën Rama në një situatë si kjo? Çfarë i kërkon kjo Ramës të bëjë më saktë? Çfarë kërkon Partia Socialiste më saktë bëj? Të hapi luftë Spakut? Pra, a mund të kërkoj kjo qiqira në hell? Apo do kërkoj gjëra të arsyeshme? Dhe unë këtu dua të përqendrohem, gjëra të arsyeshme. Po t'isha avokati Belindës. Këtu hyn rolun. Po. Unë do luaja me heqjen dorë nga pozicioni, ministres dhe kryeministres, duke ndërtuar dosjen e fortë shantazhit, që ti e di se çfarë mund të bëj unë ty. Dhe në këtë lloj momenti, unë si avokat do t'i thoja, hajtë negocojmë, çan del në fund fare kësaj historie, sepse në politikë vëlla mund të bëjmë çfarë duam bashkë. Në fund fare është një rezultat. Ai është matja. Apo dikush futet zgjedhje me ndershmëri, dikush pa ndershmëri. Numrat fund nuk diskutohen. Apo i more si more. Pra është rezultati. Qëllimi justifikon mjetin, apo jo. Që do thotë qëllimi është çfarë fiton në fund fare.